Edhe kur kanë kaluar mbi 8 dekada, protagonistët dhe antagonistët e luftës së dytë botërore në Shqipëri vijojnë të shkaktojnë debate mes historianëve dhe studiuesve. Autori Naim Zoto publikoi një monografi për Xhelal Staraveckën, një prej figurave më të diskutuara gjatë luftës, që dezertoi nga ushtria nacional çlirimtare për t'u bashkuar më pas xhandarmerisë. Pikpyetja më e madhe rreth figurës së tij lidhet me dyshimet nëse ka qenë pjesëmarrës dhe organizatori i masakrës së 4 Shkurtit 44, me 81 viktima civile në Tiranë. Ngjarja ndodhi në kohën kur pushtuesit nazistë ndërmorën mësimet armike të dimrit 43-44 me qëllim të friksojë populli dhe të vendosë rendi që kërkonte regjimi gjerman i pushtimit. Në të gjitha dokumentat shqiptare dhe të huaja del fare qartë që Xhelal Staravecka nuk ka lidhje me këtë ngjarje. Zoto e solli këtë botim pas një pune gati 10 vjeçare kërkimore në arkiva, duke përfshirë 10 dokumente dhe dorëshkrime për veprimtarinë e Staraveckës. Ai del në përfundimin se Staravecka nuk ka qenë pjesëmarrës në ngjarjen e 4 Shkurtit dhe pikërisht kjo temë solli një ballafaqim argumentesh mes historianësh. Ai s'ka patur asnjë lidhje me 4 Shkurt, sepse janë dokumentat arkivore shumë të qarta që dëshmojnë që ai e ka marrë detyrën e komandantit të xhandarmerisë të Tiranës, e ka marrë në 13 Shkurt. 13 Shkurt. Janë dokumentet me firme me vull. Po sikur të ketë shkuar për të dhënë provën që vërtet ta ketë vënë Kadri Cakrani si ushtar thjesht. Shkosh të bëhesh xhandar, komandant i xhandarmerisë dihet se çka ka ndodhur në Tiranë. Ky libër është pikërisht për juve për të vlerësuar, jo unë. Unë nuk marr guximin të jap vlerësime të një karakteri që i takon historian. Dokumentat janë të gjitha origjinale. Çudia ime është që si nuk vajte një njeri të verifikojë kush ka qenë komandant. Edhe sot e kësaj ditë nuk thuhet kush ka qenë komandanti i Xhandarmerisë Tiranës. Historianët theksuan nevojën për më shumë studime dhe për figura të tilla kontradiktore, por kërkojnë të mos sënohet tabloja e përgjithshme e historisë shqiptare.